Në fushat e gjelbërta të Dyra City Football Academy, ndër zhurmat e topave dhe zërat e trajnerëve që udhëzojnë lojtarët e vegjël, ka spikatur një emër që këtë sezon ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, Noel Hoxhallari. Vetëm 8 vjeç, por me një pasion që te kalon moshën, Noeli është shpallur Most Improved Player për kategorinë U9, një vlerësim i veçantë nga stafi i trajnerëve të akademisë, e cila funksionon në menaxhimin dhe filozofinë stërvitore të Manchester City Football Academy. Çmimi tjetër jepet lojtarit më të përmirësuar sipas vlerësimit të trajnerëve për progresin e vazhdueshëm, për kushtimin e çdo stërvitje dhe dëshirën për të mësuar gjatë sezonit 2024-2025. Ky çmim shkon për Noel Hoxhallari. Ky çmim nuk është vetëm një trofe simbolik për përmirësim teknik, por një dëshmi se brenda këtij djali fshihet një shpirt luftarak, një dëshirë për të mësuar dhe një etik pune që është shembull për bashkëmoshatarët e tij. Në vetëm një vit stërvitje, Noeli ka arritur jo vetëm të përshtatet me ritmin e një akademie të organizuar në standarde europiane, por edhe të dallohet si një nga lojtarët më premtues të grupit të tij. Çdo ditë, Noeli ushtron aftësitë e tij me topin, duke dëshmuar se suksesi nuk vjen vetëm nga talenti, por edhe nga puna e palodhur dhe dashuria për lojën. Sezoni që lan pas ka qenë historik për ekipin U9 të Dyra City, i cili u shpall kampioni i qytetit të Durrësit, duke dominuar rivalët dhe duke treguar një futboll tërheqës dhe rezultativ. Në veçanti dy fitoret e thella ndaj skuadrës D04, e cila u rendit e dyta në kampionat me shifrat 8-4 dhe 8-2, ishin kulmi një performance kolektive e drejtuar me shumë sukses dhe nga trajnerja Emilieta Ndoci. Por për te statistikave, çmimeve dhe ndeshjeve të fituara, historia e Noelit është më e thellë. Ai nuk është një fëmijë që thjesht ndjek një trajnim, por një i vogël që jeton për futbollin. Çdo ditë e tij rrotullohet rreth një topi, qoftë në obor, në fushë apo në shtëpi. Ky angazhim i natyrshëm është pjesë e një dashurie të sinqertë për lojën që buron që nga fëmijëria dhe ushqehet nga mbështetja e familjes, e veçanërisht nga daja e tij. Një ish lojtar i Dinamos së Tiranës që ka qenë gjithmonë pranë tij si udhërrëfyes dhe motivues. Edhe pse me origjinë nga Fieri, Noeli jeton në Tiranë, ku i ka krijuar vetes një rutinë që përfshin shkollën, stërvitjen dhe lojrat e përhershme me topin. Ky përkushtim i ka bërë përshtypje dhe trajnerëve të huaj, që e kanë ndjekur zhvillimin e tij në akademi, të cilët me dashamirësi e kanë pakzuar me novkën George Best, duke krahasuar me legjendën e Manchester United dhe përfaqësueses angleze nga vitet 70. Një krahasim i guximshëm, por që tregon se sa unik është stili dhe personaliteti i tij në fushë, kreativ, i papritur dhe gjithmonë i gatshëm për të bërë diferencën. Në një kohë kur shumë fëmijë përballen me shpërqendrime të shumta, rrugtimi i Noelit është dëshmi se dashuria për sportin, mbështetja familjare dhe një ambient i shëndetshëm si Dyra City mund të kultivojë një talent të vërtetë. Ai nuk është vetëm një most improved player, por një shembull se si ëndrat nisin të ndërtohen që në hapat e parë, me punë, pasion dhe besim. Rrugtimi i Noelit sapo ka filluar, dhe nëse vazhdon me të njëjtin ritëm, nuk do të jetë çudi që pas disa vitesh të flasim për të në nivelet më të larta të futbollit shqiptar apo edhe më gjerë, sepse yjet nisin të ndriçojnë që në vogëli dhe Noel Hoxhallari është njëri prej tyre.